modern dhe ishte një libër si këto që i shohin tash. Kishte kritika. Po Arma na bonte të njohur me artin modern. Nëpërmjet kritikës bëjtë art. Po ne metodë realizmi socialist, siç kishte Bashkimi Sovjetik, ne s'kemi pasur libër. As letërsia nuk e ka pasur. As letërsia. Artikuj ka sa dush. Artikuj politik, po artikuj në gazeta janë artikuj politik. Shkolla jonë nuk ka një libër me metodën, ma gjeti një libër dhe unë të riqem. Për libër, ne nuk kemi libër të realizim. Me thuj metodën. Jo, them si letërsi, ne kemi letërsi ka sa dush. Letërsi të realizmit socialist kemi. Po s'do thot që është ajo letërsia. Skulptura kemi, po. Nuk është ajo më e mira. Veçantia është që disa ju shkëputën nëpërmjet një fryme tjetër. Nuk po të them dekadente moderne, por për shembull ju keni gjetë detin, anijet, keni gjetë balonat. Unë bëja pesazhe. Nuk keni fut aty Gimrada që ju thash. Ka gjetë Jan Kukuzelin. Po se fshoshi që ka bojnë Verogjën, po ashtu ka bo dhe pejsazhe portrete majsorës fantastike. Po. Nuk kemi pas. Po ta them një histori të vogël. Po. Një nga studiuesit që doktoraturë në letërsi, është Jean-Paul Champix, që ka qenë profesor 8 vjet këtu. Këtu? Po, ai ka bërë një libër për gjithë veprimtarinë e shkrimtarit tonë. E ka bërë analizë. Të Ismailit? Po. Edhe këtë libër ne kemi prezantuar aty tek Maison d'Albanie. Maison d'Albanie. E morë dhënë. U ka marrë dhënë. Ai foli, flet për këtë, e lexova librin, flet për realizm socialist. I thash, profesori thash, ti me qenë se je profesori asaj universiteti, ma jep atë metodën ta lexoj mama se do vdes pa e lexu. Jo. Okej.